Mjeku çudit botën, pini 3 lugë vaj ulliri çdo ditë dhe nuk do të vuani më nga ky problem. Përfitimet shëndetësore që merrni nga përdorimi i vajit të ullirit në organizëm janë vërtet të larmishme dhe japin gjithashtu rezultate fantastike. Jo më kot ai cilësohet si ilaçi i jetëgjatësisë. Në këtë video do të mësoni përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i vajit të ullirit, në veçanti vlerat kryesore që i jep ai organizmit dhe shëndetit tuaj në tërësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo recetë fantastike përfshin konsumin e 3 lugë vaj ulliri në ditë dhe ndihmon për të patur një organizëm jo vetëm të fortë, por edhe të shëndetshëm, dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Përdorimi i vajit të ullirit në menunët tuaj ditore do të reduktojë gjithashtu presionin e lartë të gjakut. Falëpërmbajtjes së lartë të polifenoleve dhe acidit oleik, vaji i ullirit do të ndikojë pozitivisht edhe tek reduktimi i problemeve të tensionit të lartë të gjakut, duke dhënë rezultate fantastike në shëndetin tuaj. Ndaj konsumi 3 lugë vaj ulliri në ditë ndihmon në parandalimin e problemeve të hipertensionit. Vaji i ullirit do të ndihmojë edhe me tretjen. Vaji i ullirit të ndihmon edhe mbron shëndetin e stomakut duke reduktuar aciditetin dhe duke ndihmuar aparatin tretës në mirëfunksionet e tij. Vaji i ullirit do të ndihmojë në një përthithje më të mirë të niveleve të kalciumit në organizëm. Kalciumi dhe magnezi janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për shëndetin e organizmit. Sipas të dhënave, vaji i ullirit është ndër produktet fantastike që ndihmon trupin e njeriut të përthithë më mirë nivelet e kalciumit dhe magnezit për të marrë edhe përfitimet kryesore në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, përdorime të tilla të tij do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Do të keni më pak probleme me stomakun, zemrën dhe kolesterolin e lartë. Konsumi 3 lugë gjedhe vaj ulliri në ditë mund të ndihmojnë që zemra juaj të jetë më e shëndetshme, më e fortë dhe gjithashtu edhe më e mbrojtur, duke parandaluar problemet që i kanosen. Vaji i ullirit konsiderohet gjithashtu si një nga produktet më të mira në parandalimin e problemeve të zemrës. Vaji i ullirit ndihmon në uljen e niveleve të presionit të lartë të gjakut, kolesterolit, ndërsa përmirëson gjithashtu edhe pH-in në trup. Shtimi i vajit të ullirit në menunët tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë në lëkurën tuaj kundër plakjes, parandalimin e problemeve të lëkurës dhe e rinon atë. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje efektive të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit përdoret në industrinë e kozmetikës gjithmonë edhe më shumë falë rëndësisë së tij të madhe. Si një antioksidant natyral, vaji i ullirit do të ndikojë gjithashtu edhe në parandalimin e problemeve të plakjes, trajtimin e rrullave si dhe mbajtjen e një lëkure më të freskët, gjithashtu edhe më rinore. Kur përdorni vajin e ullirit, sigurohuni të gjeni gjithashtu atë më cilësorin. Ndaj, sigurohuni që vajin ta siguroni vetë drejt produkteve natyrale më të shëndetshme dhe të zgjidhni atë i cili është më natyrali për të marrë përfitime dhe për të evituar ndikime negative të organizmit tuaj. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin e organizmit të mirë. I dhuron trupit tuaj shumë energji dhe jep gjithashtu rezultate fantastike edhe në forcimin e imunitetit dhe mirëqenies suaj. Është padyshim një nga dhuratat mrekullibërëse të natyrës dhe kjo është receta me vaj ulliri, e pasur me vlera të larta kuruese. Vaji i ullirit të mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Ai shton në shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës. Por krahas kësaj, vlerat që çliron vaji i ullirit në dietën tuaj janë mirëbërëse për organizmin dhe parandalojnë gjithashtu komplikacionet e tij. Sipas studimeve të siguruara sipas Healthline, konsumi një lugë vaj ulliri esëll në mëngjes ofron benefite të qëndrueshme për organizmin dhe parandalon gjithashtu komplikacionet e tij. Studime të shumta kanë treguar se
Njerëzit që konsumojnë rregullisht vaj ulliri janë më pak të prirur që të vuajnë gjithashtu nga sëmundje të ndryshme kardiovaskulare, duke siguruar kështu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se përdorimi i vajit ullirit në dietat tuaja, duke përfshirë këtu shëndetin e zemrës, mban në kontroll presionin e lartë të gjakut, parandalon problemet të atakut kardiak dhe niveleve të larta të kolesterolit në gjak. Vlerat ushqyese brenda një luge të vetme me vaj ulliri janë vërtet larmishme. Ndaj shtimi një luge vaj ulliri në dietën tuaj mund të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit. Nëse konsumoni të paktën një lugë vaj ulliri, do të merrni 120 kalori, 14 gram yndyrë edhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrës të vajit të ullirit është mono e pangopur, 9% është poli e ngopur, ndërsa 14% është vaj i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit përmban antioksidant, vitamina dhe beta-karoten dhe vitaminën E, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet ditore dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, shtimi i tij në menunët tuaj ditore mund të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit. Ai mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit, por çfarë ndodh nëse shtoni vajin e ullirit në dietën tuaj? Vaji i ullirit lidhet me numrin më të lartë të përfitimeve në shëndetin kardiovaskular në vendet që e konsumojnë krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studiuesit kanë zbuluar një zëri se vaji i ullirit ndihmon gjithashtu në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet. Ato kanë arritur në përfundimin se përdorimi i tillë i vajit të ullirit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin, duke parandaluar komplikacionet dhe duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Vaji i ullirit do të ndihmojë trupin kundër qelizave të dëmshme. Studimet tregojnë se, në krahasim me vajin e misrit, vaji i ullirit është një prej produkteve më të mira fantastike rigjeneruese të organizmit dhe lehtësuese të komplikacioneve të tij. Të mirat e vajit të ullirit janë gjithashtu edhe për aparatin tuaj tretës. Janë zbuluar pas studimeve lidhura këtu edhe me ushqyerjen dhe shëndetin e radikaleve të lira. Studime të shumta kanë treguar se përfshirja e vajit të ullirit në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë për shëndetin e stomakut dhe të zorrve. Ndaj, elementët ushqyes të saj në mbrojtjen e organizmit do të luajë një rol pozitiv parandalues gjithashtu edhe mjaft të butë për shëndetin tuaj. Përdorimet e vajit të ullirit në dietën tuaj do të lidhen me shumë vlera për organizmin. Vaji i ullirit është një lëng natyral i frutave të ullirit. Marrja e vajit të ullirit çdo ditë ju ndihmoni të menaxhoni më mirë peshën tuaj trupore, të kontrolloni nivelet e sheqerit në trup dhe të lehtësoni problemet e depresionit, të mbani funksionet njohëse më të mbrojtura dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. Jo të gjithë vajrat janë të njëjtë, prandaj përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të ndryshme. Yndyrnat të vajit të ullirit janë shumë delikate për organizmin. Jo vetëm që vaji i ullirit e bën shijen e ushqimeve më të mirë, por siguron energji dhe është një makronutrient me përfitime të larmishme të shumta shëndetësore, duke parandaluar kështu komplikacionet dhe duke sjellë rezistent më të mirë të trupit. Vaji i ullirit do të përfshijë më shumë vitaminën A, D edhe K, kështu që mund të ruaj shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit tuaj, citon Healthline. Shtimi i vajit të ullirit do të lidhet me përfitime të larta të antioksidantëve në organizëm. Antioksidantët kryesorë të vajit të ullirit, siç është oleokantal, ndan karakteristika unike antiinflamatore dhe sipas një studimi të vitit 2014 të botuar në Gazetën Ndërkombëtare të Shkencave Molekulare, studiuesi vlerësuan oleokantalin në 3.4 lugë ose 50 ml vaj ulliri, si të kishte edhe përfitime mjaft të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen organizmit tuaj. Vaji i ullirit ndihmon në luftën kundër depresionit, rrit kujtesën, parandalon problemet e glukozës, përmirëson peshën trupore dhe është i mirë kundër problemeve kronike. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos të zvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.